Pikërisht për këtë themon që nuk është në shëndetin e partisë tuaj, as partive tjera, ta mbështetni. Ja, të zonja tha që me mirën më shumë se ju, AOK-s. Ju vetëm AOK-s, për gjitha partive politike, sepse nuk ka të bëj vetëm me AOK, as me Kurtin. Por është, ne kemi dëgjuar që 8 muaj, zotri Kurti është me Serbinë, zotri Kurti është i dëmshëm. Dhe tash jemi në një situatë ku të gjithë janë me zotri Kurtin. Është LDK-ja që bën vushtri, është PDK-ja që i ofrohet në disa komuna. Tha unë 9 muaj ma herët. Njëjtat projekte në anullu që 4 vite, ndërsa vetë vendosja në Gjakovi ka marrë 55%. Edhe rruga është më rrezikshme në Kosovë. Në pej, ka fitu absolut bëndshëm. Gjitha subjekt politike bashkë nuk kanë posë sa vëvëja në pej. Dhe nuk mund është me krahazu nivelin qendror me nivelin lokal. Që aty në njerëzve ju ka anullu autostrada, magistralja, rruga Klin Gjakov, aty në njerëzve ju ka anullu projekti i Bores, projekti i Belegut, Bjesh Belegut, rruga e Plavës, kretë që ta njerëzve kanë pagu fakturën. Unë këmë thonë, 625.000 banor. U dali Borna Leu, ministri i planifikimit hapësinor, ka thonë nuk do të ketë autostradë Dugagjini dhe pik. Dhe e pamë rezultatin, njerëzit, sikur se jënë lumë të ru që s'kanë me pas autostradë, jënë që u e kanë votu 60% në nivel Dugagjinit. Kështu që ju po thoni si janë dimoni me garën lokale. Absolut nuk janë imaj edhe menoj që vetë vendosja një fitore ka në shto zjedhe, o ka konsolidohet si subjekt politik.